فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك آفل فارفع الرايات وامضي قدما أسرج القنديل واشعل همة واركب الأهوال مهما أظلما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى أفقا فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين Vllazërit e mi dhe motrat e mia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tani në pjesëmarrje kam qenë të hapjes së kësaj xhamis, mas sa mujve tash për hajër për u bëj edhe një herë. E në rapër hisë marrë, mas i hoxha ju në ndëroj, Allah i ndëroj të dhe juve. E pa shkue shumë me zgjatë këtë mesele, sonte do të folim, inshallah ta'ala, brengat e muslimanit. E ju në Gjakovë, pak teksin e kje, pak si Gjakovar që në kësë në folim, po jem së më dhe malë sefa, jo atë më ka pak, me folë Gjakovar që ambicjet tua si musliman, gajlja jote, që para sonte do të folim një të gajlja. Dhe të është se cili gajlja në vetë të dim që fare ka. Mirë po gajlja ma e madhe e jotja dohet me kanë, gajlja e pejgamberve që fare ka qenë. Pejgamberi qëfar gajlja ka vdek? Në qëfar gajlja ka vdek Resulullahi sallallahu alaihi wasallam? Inshallah dhe na me qatë gajlja vdesim. Ka vdek me fjallë të fundit duke thanë As-salat, wa ma malakat aymanukum. Namazi, më që të gajle, namazi, dhe nderin ndaj grave t'juja. Shka ka interesant, namazi, dhe respekti apo nderi apo ndaj grave, ndaj femrave. Pejgamberi i fundit alayhi salatu wassalam, namazit rëndësi të madhe, edhe familjes rëndësi të madhe. Pse? Namazit ndreqesh me Allahun subhanahu wa ta'ala, e me familje kur ndreqesh familja në Islam, me Allahun ndreqesh, inshallah ta'ala, bëhana prej xhenetlive. Këtë gajle e kemi.
një gajle të vogël të cilën e ka pas pejgamberi me marak ka vdekë qësaj, në shtratin e vdekjes, ka ardhë sahabiu ka pas në dorën e vetë brushën e dhambër, një sfakë. E pejgamberi ka ardhë ai me misfak, kur të këshur njeri në sy, e shohëshë në sy, ama kur të këshur të dora, e shohëshë në dorë po të këshurë. E pejgamberi Resulullah i ka këshur ata në dorë, në misfak, që atë fërqën, që la është dhamë. I ka thënë, vedush këta, pejgamberi atër nuk ka folë, masë ka më qenë momentet e fundit për vdekja, alejhi salatu vesselam, ja ka bo me krye për misfakin. Pse mila dhamët? Pse mila dhamët? Me të ardhera mirë. Pse që dërsen, mës të një të shumë në stomatologi, qka që dërsen? Me laqja, kur të ta marrë shpirtin, mës mu gërdit pideje. A i thoni mu gërdit ju, mu në verit. Ha? Mës mu gërdit, a i thoni mu, ma mresh një pak gjuna, gërdit është ti. Në verit është. Këtë që është edhe dhamët palja, edhe i rakeqe, edhe i ratuhan. Në l-melaike, le të të edha, ma jetë edha, mirë mu bëni l-besher. Po thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, me laqët gërditën prej të njëjta gjërave që gërditën insantë. Atëherë pra, duhet me i ladhan, edhe nësë me pi duhanin. Inshallah këtë në gjematë se kemi jasë një duhan gjithë. Thoni inshallah, vëtu të një. Nësë t'ja nisim tash, hajde kështë pi duhanin, qoni gishtet. Kush ka me lonë, qoni gishtet. A u mira që baba që shtë? S'ka është. 2 milion euro për një ditë po hargjëm duhan. 2 milion euro për një ditë duhan Kosovë hargjëm. 2 milion euro. A 20 shpi flenë në kontinjera në Prishtinë që të dimën të ftohet. 20 familje i po atë televizor. Edhe unë jam Kosovë, se edhe unë jam Kosovë. Edhe ajo Kosovë në kontinjerë. 2 milion euro në ditë, ato bojnë 200.000 euro, 20 shpi, 40.000 euro një shpi, bëma. Që më jam syna son të një shpi e maren 10.000 euro. 100 vetë. 100 vetë, ka saj vjerë një dhonë. Ka 100 euro, a mojmë me bo një shpi? Më gëcu më thonë po. E ju hoxhallarëve bolë ju kanë kalzua, hoxhallarë ju shurdubu me ligjerata, me derse, e nasihat. Doni me hinë në mrenda. Atje në Prizrenca në turqisht një fjallë, po do mi njoftë gjënët mrena, gjirë da gjyrë, i mrena një këshyrë. A do me po që gjami që për është mrena, pinë së kak nuk njifët kjo që për është. Kjo dush me i mrena me po. Edhe na po, ligjerate e derse bolë, mrena me hinë. Qka me po mrena bre hoqë? A dim me lezu Kur'an? Kemi metë. Kur'an, muslimant Kur'an mësë më ditë me lezua. Muslimant Kur'an mësë më ditë me lezua. Ase kje gajle të këto ma? Pasha Allahin, ase kini gajle? Për i thëmë njënit, hajtë thu shahadetin. Ashet bila. Thu jetë tamam mara. Që ka shta e ditha hoqë. Njënit për ja bojnë një qahit, për martohet 28 vjeqar. Një qahit, i pyta shahadetin e dësharte, pak një prediku fejnë islamu, mi kalzot i shka. Tha vëllaj, ka se di. Ku ki i shpin? Tha nga të filan gjamiës në Prizren. Tha shka, kur se ki një e zonë? Tha, kur, tha vëllaj. Qyshe spjegoni ju kur? Vëllahi, shejtoni të zem veshin, kur se nishe zonin. Anitët, e qëfar gajle në thonë, dhe më ka dhëtë dërse uve. Ja, unë kam qefë me juve bashkë, me hinë gajle, me hinë bazen. E me pas gajle halin e kuj, du dinit islam edhe halin e muslimanëve. Që kjo feja jo? E keni një o gjëllarët. Nuk është ka thonë pejgamberi ju me këtë temë, nëse vetë është i njët e këshin e ka tundë. O një abuzësht të me lënë këshin tundë.
Në hadithin tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yahtam bi umuri al-muslimin falaysa minhum." Kush nuk kujdeset për hallin e muslimanëve, s'ka prej tyre. Hajde na kosovarët sot. Më thash 2 milion euro për duhan. Duhan gjithë e nga për përgjës këtan 2 milion. Ama në ditë, në 365 ditë ato bëjnë 750 milion. Një autoban, ja hekim gajlën qeverisë dhe ashin thacin të sënë pe pagujnë autobani. Veç me duhan. O musliman, duhet me qefë sytë. Ju kësha thonë kështu si vlazër, me qenë se ju kretë një fnisë, më në Gjakovë plot herë po martë këtu, më shumë. Në plot gjamia e më martë në Gjakovë. Zban edhe musliman edhe smatan, edhe musliman edhe qyqan. Dini islam nuk ka artë për qyqana, për... Në zëbanë qyqan për muslimani. A qyqan, e këtoni qyqani? Ha? Muhalife? Dhe son muhalife. I pa aftë. Muslimanin e dojmë të jetë i aftë. Muhammed Abdul Wahab, vinë baba i vete ka pas martuar në 12 vjeç. Tash me thonë djallit 20 vjeç, apo martuar në javë, Allah. Po presë më s'po dalë me vizë, jashtë. 25 vjetë, apo martuar, javë, Allah, po presë një me vizë me dalë, me Schengen. 25 vjetë. A i qëti 30 vjetë. Se kam një herë qatë gajle. Qëfar gajle kiti? Qëfar kam gajle? S'ki me hangër me pilla jema? Nga një këne vëzni. Ymeri radiallahu anhu, Ymeri, a i khalifja i madhë. A i khalifja i madhë. 17 arme i ka pasë në gjalamin e vetë, trupin e vetë. Trive s'pi u thamë juve se ketë visht një si tesha Dolce Gabbana. A dini kush o Dolce Gabbana ju? Ha? Bë të dytë jo konë homoseksualës. Qëta që i kini në rripë, që i kini Dolce Gabbana, të dytë, se ma i të qëta të dytë jo konë homo. Dolce Gabbana. O musliman, Ymeri ka pas 17 arna në tesh. Ti ma i plaki po më dukësh, sa arna ki në trup? Ha? Arna, sa arna e ki në trup? Arna, ja tesha, ja sa të shkryjnë, arna ke unë. Asë një, ti masë në gjinë sa Hazreti Ymeri. 30 vjeti ka po mashkull ka bacë. A martë është, ja, valla hala po presku, në i Schengen di ka, në i vizë. E me met ti pa vizë, ti me met edhe pa martu. Së në marit vizë, që s'tjapin vizë. Muslimantë duhet një pasë të qeli. Pra ne ju thash pak para, bolë, s'kam qef shumë derse me bani, qëmë, hecë. S'pa duhem quqane. Po dojmë gajle për dinin islam. Gajle për dinin islam po duha. Po që një oficer kanadez, oficer një Kanadës, po dini Kanadër po. Kusha kërë qyteti Kanadës? Ottawa. Prej atje i të quë, ka shkuë, ka qërë në Bangladesh 3099 shkolla. Viteve 75 të Bangladeshi ka pas 5.000 krishtianë. Me shkollim dhe me edukim tash i ka Bangladeshi 5 milion muslimanë. E partjetë zova një punim në internet në arabishte, bohën gati në 2020 20 milion krishtianë me ka në Bangladesh. Allah ju në moftë ulemave të tyne me i najtë për balë krishtenizmit. Thonë jami? Në kalëzohë popët, se ku je o musliman, se mashtrohesh, ja për në lekë për mashtrojnë. Mëse shqit dinin tëndë. Me këtë gajlet që ndrysh, a i gajle e ka pas, qyre, pia tjetë atje, gajle. Unë që ka thamë? Thonë bravo i qëftë. Ti shka ke po? A ti bravo i qëftë.
Ti shka ke bon? Ti ke ditë mu përqa, mu ofendu, mu kompromitu, mu në nëshmu më të tjere, ky s'po më pëlqen, ti mu s'po më pëlqesh, unë ty s'po pëlqen, ai s'po pëlqen ti. Shka po bëjmë na musliman? Me jetua, po ju thamë të gjithë dhe pra, jetojmë me, ta foli fjalë pak si Shqipe, me ambicje. Ta thash Shqip mire, me gajlen e dinit islam, o musliman. E cilat që të gajlet tona, e para që ato që thash prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as-salat, as-salat, namaz, namaz, dhe nderim për familje. Ose lamjen e dhëmbë. E na muslimat me pas gajlen duhet për vllazërit e tonë. Kudo që jetojnë. Mos mushim kur gjë me bon për ata vllazërit, munale dhe me bon dua. Lutje Allahut. Ja Allah, shpëtoj vllazërit tonë në Yemen. Ja Allah, shpëtoj vllazërit tonë në Libi, në Somali, në Irak, në Afganistan, në Iran, në Siri, në Palestinë. Ja Allah, dua bën, lutju. Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë: "Udullaha wa antum muqinuna bil ijaba." Lutni Allahut të bindur se ju përgjigjet. Edhe që këto po kurseshë, hajtë një euro s'po duhesh me dhanë, edhe që këto po kurseshë. Që kështu është balli i ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë gajle duhet me pasë, inshallah, me këtë gajle edhe ju, që si cili, që shka mundësin këtë lagjen këtu po kjo gjami edhe lagja madhe, me pas një fukara s'ka bukë më hambur. Kua hoqë? Ku e musliman? Po saj po del për një katunit s'kam shpi, po bjera e shpia, kur për këshyri shatë katunit në përket Kosovën, që e programi që është një javë, edhe unë jam në Kosovë, kur për këshyri 200 shpi, 300 shpia e katunit, 300 shpi, 400 shpi, një shpi më në vujtë kështu. O saj qetri katun 300 shpi, 400 shpi, s'kemi gjamin, o që vinë, zonë mirë në kabak me që si sene, o që në një për gjamin. Sa shpi një 400 shpi? 400 shpi, mas për mujtë me maruar një shpi, nërë një legën edhe bjerë puta në ujtë. Shtu musliman s'banë me kanë? Musliman të janë gjallë. Musliman janë gjallë. Gajden e muslimanëve për ummetit tonë, për muslimanëve të parë, vallahi na marrim shembull nga ata që kanë bërë gajden. Ju kanë kallëzuar hoxhallarët. Ebu Bekri shpe kemi bon hizmet para sabahit një familjes nga që bukën e kretë. Ymeri shpeke hizmetin ja kanë bon. Nesrit prap hizmetin ja kanë bon. Ja Rabi ka thonë, kam me shkuve të gjoj unë e mja bon hizmetin asaj familje. Kure që u ma heret, prap se me ka thonë Ebu Bekri të dajë. Wallahi ka thonë Ebu Bekri, Ymeri ka thonë Ebu Bekri. Na i ke vu një sunnet, na i ke trasu një rrugë, së në kemi me majtë mas teji. A ke bo një për i zatë zotit 10 euro, 20 euro, një aqu një fukaras, edhe mës me ditë kërkush, as gruja. As gruja mës të ditë. Se sadaka bon vakisit shplohët edhe nuk bohët kabul. Si të kalzohët, nuk të zbohët kabul. Apo si të përmendet, wala tubtilu sadaqatukum bil-manni wal-adha, atër si të përmendet mo jo se jo. Se dikush mënohet pak, e ka prapavin e keqe, e ka i smut është, po kështë të ndërë marhoqë, e kom pa një familje, e ishtë qështu, ishtë që ka, s'ko ta kalzor ato, po ka për qëllim, e ja qova dhe thasmija, që ato e ka pas qëllim, në kalzor. Zbon të kabul dhe së loj sadaka. Ajo loj sadaka nësë je kryqit kuqë. A më kuptuat o vlasët e mi? Këtë dini janë, vëllahi ma. Allahi në dhashtë hisen këtë din tamam, ja Rabbel Alamin. Allahi në dhashtë në hisen hisa, ja Rabbel Alamin. Kështu kanë qenë musliman. E musliman të parë, vëllahi e kanë pas gajle muslimanit. Inshallah, e tash në gajlen e kemi ma të lejë për arsye, se po mujmë me ditë, me njëherë me kamera, ne po mujmë me ditë ku është.
Po mujmë me ditë një qëllu vendin, unë një ditë, që të është për e ditëve, isha me një familje, po flenë 8 antarë me një dhamë. 8 antarë me një dhamë. Fëmijët, djemët dhe vajzat janë rritë, kretë me një dhamë, po flenë, rrujnë as ujë nuk kanë. Elhamdulillah, qatë gjematë që e kemi, qatë jerë, unë jam që është një farë lypsi, lypi ka mos. Inshallah do një gjematë dhe juve këtu në gjami, me lypë kur t'ka ma thalaballah, këmë t'ka zonë hoxha juve, sot është të përshtatëshmë rastin. Edhe shkovaja që umë rrymën 450 metra lartë, edhe ujnë halasja kemi që t'ju kalzoj, 200 metra ka lartë ujnë. Edhe shkova tash të dhezin dritën që kemi që tash në qatë damë, edhe do nëzemë se ja që umë për më nëzemë dimnit. Inshallah do t'ja bëjmë shtëpinë ati, se me një damë është, do t'ja marrem shpinë, inshallah si të nëzemë, atë koha me një heri kemi me fillu shpinë ati me harua. Kur atë ditë po him randa, sefte po him, për herë parë po him randa, tha hajde mranda. Marrë me him randa, ishim 3 shokna. Shku mranda, e që kemi qëllua ka bukë të honë. Këshim pas në sofër bukë të zezë, që ka në millit jo kvalitet. Edhe në sahan me gjizë, pa fërguë, pa përgjitë, edhe përgjitë. Këta është në këto raste për kemi, edhe për i kalëzër këtu, që ta është ta me thonë tash është zvëglu, globi si kur është zvëglu, pa po marrë shvesh me një rendi, po fukarallëk e zëndin lekit. Mashallah, alhamdulillah, po japëm vlazit, po shkëm na, po i qemë, pe bëjmë qatë shkërbim, për alhamdulillah. E kish parë një internet e një vla që këmë spjegu këtë rastin, dje për mi qenë prej Amerikës $100 për qatë familë. Ka një, dhe më thanë, për Amerikës $100 për qatë familë. Tash është lejtë dhe më thanë më gjithë të punë, se ka zanë po shihë. Mjekët e informimit jenë do matë lejta, mu ish me gjithë, kur s'ki ku me gjithë, mu ish me gjithë. Baj që danë me gjithë, aj e gjanë vallahi. Allah i nga mërë për e atyne që i gjanë, vlaznit fukarat, i a japim dhe janë ndihmojmë në mënyrë matë më sheftë, Allah i nga më sheftë sadakën tonë, e nga i bëndë se vabë shumë fish ditën e kiametit. Qëtë gajle duhet me pasë. Mi prej djetarve, e keni ndëgjuan ndoshta se jo, ka pas emrin, është prej djetarve dëvanshëm, ka vdekë më rahmetli e bon, Muhammed Rashid Rida. O konë në shërbim shumë të popullit, rahmet shpirti pastë. E nëna vetë e ka ditë që kjo gjithë bon hizmet, ku është djali të falani, ku është djali të filani, ku është djali gjithë është, mashallah, Allah i në moftë kretë për hizmeqarë, dhe neve dhe ju e kretë në moftë hizmeqarë, vlasnive tonë. E një ditë djali, Muhammed Rashid Ridaja, që kjo djetari, që kjo alimi madhë, për një qështu, me gajle. E nëna vetë më onësua me djalin që i për dita një kretë. E vladi vetë, po a ditë për afroat, ha birjem për i thëtë, djalit, ha birjem, ha vlad jam, për preke vladin e dhëtë, ha djali jam, mës ka vdek helbetën e i musliman në kinë, e ti dush minimu. Po, jo që po e përqesh, po e kujton dhe me, no jam zoti, me ditë për ditë në shërbim, po a ditë kërë e ka mërzi që dhe ha birjem, mës ka vdek e i musliman në kinë, e ti dush me shku Jo ati një kanë kinë muslimanë. Në umërimat është të muslimanëve, po është një vend të cilin pak shumë kush i e din, inshallah hoxha dhe një ditë që kalëzën, është në kinën përëndimore, pra në Azinë e Mesme, një shtet e ka emrin Turkistani Lindor. Turkistani Lindor. Këtë qytet e ka Urumqi. 40 milion banor, krep musliman, në 1.800.000 kilometër banor, kilometër katror jetojnë, to këtë madhe, por janë në nësundim të egrë të popullit kines. I prej i sa katojnë ata. As në madhë zgutojnë në faqë. Allah ja uliroft atyune, hajrin ja udasht atyune, i letësoft punët e tyne, ja Rabbel Alemin. Kërë qytet e ka Urumqi. Ata një popull janë, nëse keni ndëgju dikush, ju thëjnë ujgurët. Që ato origjina e turqve, o prej që atjetë, original turq, që
Këta, edhe shtetje ka emrin Turkistani lindor. Allah ja vëtsoft të lashet e ty nëse vlazër na i kemi. E ky Muhammed Rashid Ridaja, onar gajle e ka halin e muslimanëve, edhe ne që shtu dur me pas gajle. Keni e dhe punë që s'ka të kush me hangër me pi. E ti përpritojsh edhe mja që ura. S'kan pritua, i meri si khalife në shpinë, nga me shku atje gajlen që ja ka ati herifit atje që s'ka me hangër. E ti tash kollaj, me 5 shpejtësi, bon me ati turbo, me klim, me 150 kual fuqi, 200 kual fuqi, ose 100 kual fuqi, kërë shpejt, asfalt e mirë, prapë s'pe do është me shku me një mundi kuj? Kanë shku në kam me deve, jo 100 kjellë fuqi shpejtësin kubikatën, një kall fuqi, ose një magar fuqi, ose një deve fuqi, me që ato, tak, ama puna e bekuar me bereqet, prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Për qatë sebeb, bahën të gjithë të shkaft, të banu i shkaft, jo i që qaft. I shkaft. Ja me thonë të i mua shka po më intereson. Këtu të na thënë një fjallë shqiptarët, e folim shqiptarët, në përgjësi shqipën kjo fjallë. A be hoqë, pse ti pe haqë bukën tënde e pe barish gajlen e ujë? E ta një prej kësaj, kom një disa prind të i thonë e vlatë vetë, o Birian, be këshillon keq, baba, be këtë, ti pe hajsh bukën tënde, mëse barë gajlen e ujë, vallahi keq, kjo feja jonë, o musliman, kjo feja jonë islam e është, me homër ti bukën tënde e me barë gajlen teme. Fejnë e kërë që shkuna. Feja jonë është me homër bukën teme, e me barë gajlen e muslimanve. Kështu fejnë e kemi nga. Am kuptuat? Ka ardhë një bedevini katunar për malsije të pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Musliman po halase ka marrë veç, tamam. Sahabi, radiallahu anhu, pak ka mësu dhe ka ardhë pejgamberi. Edhe ka thonë të pejgamberi, ja Rasulallah, urna, ka thonë, o Zot, ka po dua për pejgamberi, Allahumma rhamni vë Muhammeden, wala ahadan gajuna. O Zot, ka thonë, bon rahmet mu, edhe që të pejgamberin, edhe ka konë qëtër mu heqë. Pejgamberi ka thonë, o fulan, lëkat haqër të wasi'a. Pse kemë ngushtu o zemrën ke po burë? Ma në i kam su i ka thonë, kretë kush bën dua për muslimant, mashkuj dhe femra, sikur që këna kam su Kurani, apo thonë ishdo namaz, Rabbena këfirli, wali valideje, babënan, walil mu'minina, jo mu jekumul hisab, apo bëjt dua, Kurani të kam su, ka thonë, o filan, për kretë musliman që të bëjt dua, Allahu sa ka në ftyrë tokës musliman dhe muslimane, ty ka një sebab të vjenë që ke bon dua për të krejtë. Allah i bashkoft zemrat e muslimanve, ja Rabbel Alemin. Allah i u falë gjunahet e muslimanve, ja Rabbel Alemin. Allah i u shëroft smundre e muslimanve, ja Rabbel Alemin. Allah i u dhash sabër prindve muslimanve, ja Rabbel Alemin, që i kanë humbër e vlatën për vendet të ndryshme. Wallahi, që kjo në feja jona, me humbër t'i bukën tënde, me barë gajlën tënde. A banë? Ha? Jo banë, që është të duhet të jo banë. Si kur t'i kush për, mira mu falë. T'i për mira mu falë. Qysh, stot për namazin, mira mu falë. Ajo falë dhe rëtë. Stot për të mira mu falë. Si kur t'i kush me thonë, mira ma angër bukë. Jo, sa mirë, për të ndohë është barë kje lypën. Angër. Kjo në feja jonë. Pejgamberi jonë, alayhi salatu wassalam, në ka vunë temelet. Mbi ato temelet këtë din i fortë është. Abdullah ibn Shaqiq, një prej sahabëve, po thëtë, i thash gruas pejgamberit. Gratë pejgamberit janë? Nona tona. I thash gruas pejgamberit Aishës radiallahu anha. Aisha, ja Aisha, ha?
A u falte pejgamberi do një herë ullët? Oj Ajshe, a u falte pejgamberi do një herë ullët? Ta është burri mas miri e din burri. Gruja e din mas miri, burri që shpalët. Së në shpirë, ka. Edhe burri për gruën edhe gruja për burri. Ta i thasht, oj Ajshe, a u falte pejgamberi ullët do një herë? E më tha Ajshe, po tha u falte ullët, masi që e lodhëshin insani, e kanë lodhë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. O lodhë Resulullahi për këtë ymmet. O lodhë edhe u falë edhe ullët. Hadithin sahih transmetuar prej Imam Muslimit. U falë dhe ullët kër e lodhëshin muslimanët. Më kalzoni ju, vetin kalzoni, edhe mu më thoni, cili prej neve bre o lodhë s'po mundet mu falë ullët, në kamë. Cili o lodhë prej neve, sot për halin e muslimanëve. Prandaj, 30 vjetër që i një, sidomos ju 3, që inshallah e ardhmja është në dorën e juj, e ardhmja është në dorën e juj. Bani dua pritash se jini pa gjinahe, ja Allah në uzo të mamë. Që kalzoj një rast për moshën e juj. Në moshën 5-16 vjeqare, në moshën 15-16 vjeqare, Muhammed Sultan Fatihi, që këtë që ka ndorë ti që hap Istanbuli, Konstantinopoja që ra ndorën e muslimanëve, në moshën 5-16 vjeqare, hoxha i vetë, hoxha i ti, në brigjet e Bregdetit aziatik në tonë, ka hec me qëtë njeri. Me qëtë nëzasin që i kam su, edhe për i ka të në djali janë bëllë, të hoxha për të nëzasin, të pëshera janë Konstantinopoja, e nëzansi për një, në shkan ka kjo Konstantinopoja. Tha kjo është një qytet në dorën e Romakëve. Shkan kjo? Ka thonë pejgamberi a.s. Nuk bëhat kiameti pa u shlirua kjo. Nëzansi për i ka thonë që ti 5-16 vjeqi. E për i thënë nëzansi hoxhës ati, djetarit, për i thënë, e kush ka me shlirua këta? Ka thonë, një me gjejshu, o, qëfar ushtri ka me konë? Për e lafdron tash, në hadis të pejgamberi, për e lafdron hoxha, qatë ushtri. E këtë djali 5-16 vjeqë, për thëtë, o zëtë, në bënë edhe mu qaj ushtarë. O zëtë, në bënë edhe mu qaj ushtarë. Për thëtë, o Gjafeni, e qëfar komandant një ushtaj që ka më uthej qatë ushtri? A i për thëtë, po pejgamberi ka thënë për atë komandant, o një me l'kaidu ha, o ilum a i qëfar komandant di ka me qenë. E këj për bandua, o zëtë, në bënë mu qaj komandant. Në kasë në vjetë, 16. Ndoshtë e zëtit banë ty komandant. Ta ka pranu kaput, ta ka pun kaput ty, ta banë kaput, ta pranu lutje, në moshën 22 vjeqare, ose në moshën 24 vjeqare, disa transmitime kanë thonë, Allah ja jep pushtetin ndorë edhe shtyroj Istanbulit. Ndorë të zotit është, o Allah musliman, ndorë të kujt jemi na. Kështu në gajlen e kanë pasë muslimanët. Inshallah dhe neve në hethë, puna e këtë gajle e kemi, na duhet me pas gajle të popullin tonë, Kosovën tonë. Me pas gajle kus ka gjami, me pas gjami. Kus ka ezani Muhammedi, me shku ezani Muhammedi. Kus po falen populli, me shku mju kalzu për më falë namaz populli. Ku po i bëjmë shirkë Allahut, duhet me thonë rullu largonu prej shirkut. Ku po mashtrohen popullin, me shku mja qelësit, më su mashtroni, duhet mashtrosve. Unë për ju pyti juve, nëse ju zbani qëtë punë që thash, kush e banë veç juve, kalzoni? Nëse ju s'lëvizni, kush veç juve, hajtë kalzoni? Ti jo, edhe unë jo, kush veç neve tyve? Na të gjamiave, të namazit, të Kuranit, që po i them vetës jemi ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, na jemi bartës të këti besimit, kësaj akides. Na jemi. Po nëse trastojmë, ku për neve, ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idhë stër'a ra'ijeten, nëse Allah ja jep dikuj një përgjësi,
wa huwa qashin li ra'iyati, ai është tradhtar në përgjithësinë që ka marrë, illa harrama Allahu alayhi al-janna, Allah ja bën atij haram në xhenet aty familjes së tij. Se ke tradhtuar në përgjithësi. Anitët, Allah i ku i jep përgjithësi, është tradhtar në përgjithësi, ditën e kiametit ai harama ka së në xhenet. Allah i në largoft prej tradhtisë, e prej mashtrimeve, e prej lajthitjeve, e prej hipokrizisë munafikotit, Allah i në mështoft ja Rabbel Alamin. Insan, keni vrejt ata që lypin. Në popullin tonë, në përgjithësi, unë kam hecë trojet tona, i kam hecë troja se në çdo çështë. Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Gjithmonë ata që lypin, kthehen te dyert e xhamiave. A keni pa te dyert e xhamiave shkojnë? Pyetni një herë, pse te xhamiat përshkojnë ata? Kretë shkojnë te xhamiat me ymyt, me shpresë se që ta xhamiave kanë rahmet më shumë. Mos i bëjnë ibadet Allahit, kanë rahmet më shumë që ta japin. Unë për ju kalzoj një rast shumë konkret. Para një 2-3 javë të xhamia jeme, unë ku jam të xhamia jonë në Prizren, erdhi një grua me një fëmijë. Me lip. Edhe, së kanë kismet, se ka bo Zotin asim. Rëzk se ka pa bo Zotin me marrë diçka. U këthy e dëshpërume prej derës xhamis, edhe mu drejtu dhe tha, namazi juj. Vallahi që shtë, namazi juj. Ajo kish pas një gjahillet, dhe më thamë, normal, se gjithë herë qeshmi asë qetuj, ka një nërnale. Ama, ajo zboni sabër, po e përdorja injorimin që kish, namazi juj. Në më thonë, në kom ardhë me shpresë këtu me lypë, që i një të gjamis, në më thonë, mërë me men, edhe pse s'falën, edhe pse e pinë rakina në këne, të dira e të gjamis, kur dalë që ata të rinë. Pse? Me shpresë që këta të gjamis që po falën, këta kanë rahmet. Allah i në bëftë rahmet neve, edhe në dhashtë fisë rahmetin, e po thotë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, Rrahimune yerhamuhumur Rahman. Ata që i bojnë rahmet, mëshirë, ndaj popullit, bojnë rahmet ndaj tyne, ai që është Rahman prej mbishtatin qiell. E sa në gëzimi këtu në këtë drejtim o vllazërit e mi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, na ka thënë: "Walian yamshi ahadukum ma'a akhihi fi qada hajatihi." وأشار بأصبعيه أفضل من أن يعتكف في مسجد هذا شهرين. Me marrë një vëlla musliman. Që më mështë? Unë i dalim tash më të rrëzit. Me marrë një vëlla musliman për dore e me shku mja këqyr gajlet që pare ka. S'ka me hangër, me pi, me vesh, me banuve. E mja zgjedh qatë gajlet. Po thëtë, ma shumë është se vatë me shku me qato me këqyr qatë vëlla më shika halin. Ma shumë ose vatë me që ata me shkua, se sa në që të gjamin teme me bo itikaf 2 muaj. Ma se vatë është me shku me një musliman me qërë halin, e mja zgjedh problemin, se sa mu falë në gjamin teme 2 muaj një itikaf. Në gjamin të Resulullahit, ku është një namaz sa një mi namaze. Një namaz sa një mi namaze. Allah i në bëftë hizme qartë ju, hizme qartë popullit, ja rafë. Thonë jamin, vëllahi shërëtëri popullit mu bo, hizme qartë popullit kemi nderi e të kërne, edhe është, inshallah, vdesim të i bo hizme muslimanëve. Dhe në hadithin tjetër, po thot Alehi Salatu Veselam, këtë hadithet të në prej transmitimit të ima muslimin, thot me nefese, kush ja letësën një problem një muslimanit, kurbeten min kurbi dunja, një problem dënjas. Kush ja leton një problem dënjas. Amoralisht, materialisht, lloj probleme ka. Lloj me këshilluar të hajri, mja ndrua mendën e keqe që e ka, dhe kush mendën shejtani ja ka shkatërrua. A ke pa mendën shejtani?
qohët e varë vetën, qohët e mytë vetën. Qohët me nënë keqë qysh me bo, mja ndryshu me në, po thëtë kush e leton muslimanët në dynjani, mja leton një të lashe një problem, Allah i ka mja letësue një problem prej problemeve ditën e kiametit ati insani. Allah i Gjelle Gjelaluhu, inshallah bon rahmet edhe neve në i letësashë. Po thët një djetar me emën Abdul Kerim Ebi Umayya, po thët, li an arud dhe regjulan min rajin sejjin e habbe i leja min e tikafi shahër. Me shkua mja ndryshua mendën e keqe dikuj mja bo mendet mirë, me menu mirë, ma mirë për mund se me nek që tu në gjami një mujdit një tikaf. Mja ndryshua mendën që e ka keqe. Qështë e ka keqe mendën? Dikush e ka keq mendën veç dohan me pi. Dikush e ka keq veç raki me pi. Dikush e ka mendën ku gjoje me vjerë. Vjen gjami mi vjerë ato pumat ma shtrejt, ato planikat. Vjen gjëmojnë qërë cilat e ik. Ha dhaj po falet e? Mja ndryshu mendën që ti pëdhët ma mirë është se sa ma ardhë me najtë një muj ditë me najtë i etikaf në gjami. Prandaj o vllazërit e mi, edhe një rast të fundit në këtë drejtim, ju tregoj, ka qenë një dietar i Egjiptit, egjiptian. Ka dalë në davet, në thirrjen e dinit islam, në predikim davet. E ka pas djalin e smundur në shtëpi. E tash kur ta kje djalin e smundur në shtëpi ose vajzën, e vladin e smundur, ti më një randi një malëngjim e kini dhimbje, ta qojtë e mjekun e të shloshët, e të bohën e të kreta. Edhe kjo model me shku me bon filan vendin, davet thirrje në dinin islam. Baba i vetë dhe lejthët, o biri jam, këshyre që djalin një herë smund, që e kja një mëstaj e këshyri që da retin ati. A i ka ditë që babën e ka në shpi, hajtë baba jam këse këtu je dhja në kënina, e janë e zëna jekin kuranor të surës të toba, thuju nëse janë, babat e juja, prindet e juja, diqonet e juja, pasurit e juja, a në kënina, ma të dashur, se Allah dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma të prit në shka ka me ju gjetë. Tja le zënë babë, se të shkallë të darë prej shpijit. Qa që është më rëndësi, edhe sot e vlazën, katë shkolli ju, kretë 30 vjetër, ju që ingin e për shkolla, as pishik një shok të ju që po bimë dëhona, as pishik një do shok në shkollat nesme që e dëpse zlëke po bajnë, e dëpse zlëke, që thoni ju, pa moralshme, as pishik një që po përdorin drogë në hunda, as duni me punu punë, e shka një të i bo. Pra ne ju jini ata që e mani në nivel, popullatën e mani, në me moral e me karakter. Inshallah, Allahu Gjellëshanu mund të gjithve në bon, të sinqertin punë, aktiv, të gjallë e jetë të vdekur. Për fund, për ju thamë, vetit edhe ju, o vllazërit e mi. Edhe njëherë, nëse na, vallahi, nuk arrim sukses sot, që kemi hoxhallar që vetë më të vërtetë kanë kuptuar fenë islamin për Kosovë. S'po kam në Shqipëri, në Maqedoni, po flas vetë për Kosovë. Vallahi kemi hoxhallar, mashallah, që më të vërtetë kanë kuptuar dinin islam. Allahu na bëf bashkë me të aktiv të gjithëve, na bëf të aktiv për me predikua, me e qua fjalën e Allahut që atje ku s'ka shkuar. Se ndoshta e pranojnë ai atje. Po s'ka kush me e qua se e pranon. Prandaj thot një prej dietarëve musliman të cilët dhe keni një emrin Ibn Taymi rahimahullah, thot ma zamet me quë sunnetin e pejgamberit të muslimant ashtë se sa me armatosur ushtarin në front. Ushtarin në front, këtë njerës po ka kush me quë barut e fishek, a me praktiku sunnetin e pejgamberit me quën vend predikimin e dinit islam, ma zamet edhe s'po ka shumë kushik. Pse s'ka, për atë arsye, Zati edhe është shirku, edhe është fesati, edhe janë grupacionet në islam, apo tarikatet që të populli, me gjone populli, grupacionet, sekte, shka unë bo, o mush populli me sekte, grupacione, o mush, kjo grupi thot ma mirë se kjo ma mirë se kjo ma mirë, kujtonu të gjithë, ju mendoni të gjithë, a ka pas që shtrunë për pejgamberit grupaciona?
Kretë kanë pas Resulullahin sallallahu alaihi wasallam imam, sahabët kretë me një vend, kretë me një xhami, kretë me një Kur'an, kretë drejtuan prej një kible. E jo grupacione, prandaj edhe na inshallah Allah nuk na don në grupacione, në francione, në sekte, por Allahu xhalla xhelaluhu na bëhet bashkë sikur që një thonë në namaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Inshallah në rrugë mustaqim, në rrugë të Kur'anit dhe të sunnetit Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allah na i fal gabimet, e shka kemi qelluar inshallah Allah na jep sevapin, që kemi gabuar Allah na i fal gabimet tona ya rabbil alamin, se më rrugë që gabojmë të gjithë. Allah na i fal, sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad. Po pyetje direkt, edhe ma kega në gjene kemi të konë, dhe isha hoxha të përshkan pak. Isha bane hoxh një pyetje. Por na, Por fjala të muslimanit për shembull. A mund është minimu për shembull edhe një familje si nuk është për shembull si nuk falet se e din, se s'falet, a bën minimu që asaj familje për shembull, apo me këshyr direkt familja se falet e muslimanit. edhe familja që nuk falet, e drejta është minimuar. Allahu xhalla xhelaluhu edhe në Kur'an ka treguar prej zeqatit, ka nda bise edhe për ata. Ju zbutët zemra inshallah ta'ala. Po edhe atyne, jo edhe atyne, po si atyne edhe atyne. Se për tu është edhe atyne i qesi është i ndorë dytë. Jo, krejtë. Po mundesh me pas këshin, edhe ati, mundesh me pas këshin që asë nuk ka gjelon, asë nuk falet, mundesh të edhe alkohol e pit, edhe i ka nevoj edhe ati në dimon, inshallah ta'ala. Feja jonë është rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, për të gjithë inshallah ta'ala. Pas një kush ka pyetje, mund edhe palestra, hoxha është i gjithanshëm, është i joni, nuk është i huaj. Një pyetje ka ardhur, selam aleikum. Allah të shpëlat për ardhen tonë në xhamin tonë, por nëse vdesim me abdes, a vdesim si shahid në rrugën e Allahut të rëshanat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çështë jetoni, çështë keni me vdek. Çështë vdisni, çështë keni mori gjallë. Inshallah vdesim me dinë me iman. Bon një dua. Pejgamberi Resulullah, pejgamber edhe ka bën këtë dua. Ka thonë, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. O Zot, ma forco zemrën në dinin tëmë. Resulullahi. A ka mujtë më koni lakuëm dë njëherë Resulullahi. Kur, po ti, me në kap zori neve. O Zot, mos në nërko sa së në bari. Boni dua. Inshallah, u vdesim dhe si shahida ja Rabbel Alamin, inshallah. Selamu alaikum, hoxhim nderuar, a dihet ditëlindja e Isait alayhis salam? Sipas datës që ka kalendari, mbas qasaj, saktësisht nuk e di askush, se nuk ka një histori që mund të shkojë. Por parafarsisht në çdo datë, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalin 500 sa, vite 570 e këtij kalendarit në që jemi. Kështu që parafarsisht që e datëlindja e Hazretis alayhis salam. Që t'i kanë hargju për gjallarët për pare që kanë. Selamu alaikum, a të keni mundësi të më tregoni themelusin e shijave, nëse e dini edhe disa veprime tyre që i bojnë. Që kjo është një pyetje shumë e gjatë. Unë publikisht para juve po tham, Hoxha Abdurrahman inshallah ma jep fjallën që tash para juve, që një ders ka me bo enkas për këtë temë. A bon që shtu? Edhe studion mirë. A fjalla shia, dhe më thamë në gjuhën tonë, grup, parti, munda. Kjo grup që ka fillu munda, është ndarë prej Kos Alis radiallahu anhu. është ndarë, fillimisht është ndarë për çështje fetare,
ka marrë çështje pikpamje politike, ma vonë ka marrë mandej politike, fetare, nacionale. Ajo nacionale sot janë Irani. Irani janë shqip për nacionalizëm, jo për islamizëm, se është si shtet me gjuzë, nuk është shtet islamik. Allah i në pështoft për e këtine grupacioneve që inshallah hoxha juj gjanë e gatë, ta me vonë, masi e vonë kontrakt të është. Me i zëmë zotë. Edhe me e njoft mirë situatër, se mund është më ranë gracë. Mërë në moment, kush është Ebu Bekri e Umejri, të gjithë e dim, kush janë sahabët, selefus salih, ata që vonë, s'ka popull që i shajnë sahabët e ndoni pejgamberi. Krishtian të janë të këqin, qysh janë vetë krishtian, ata e dim. Ama, a i shajnë shok të Hazreti Isës. Kretë që ka besojnë në Biblia, si pas Metausit, Johanusit, Markosit, Biblia që i ka. Si pas shokëve të Isës, havari juve. Kërk asni ymet për para nuk ishanë shokë të pejgamberit vetë. A shqitet ishanë shokë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, e folin që ka mazi edhe për Aishën radiallahu anha, për nënën e gjithë muslimanës. E ka tjera edhe shumë gjonat e tjera, po kjo në temë shumë e gjonë. Jo temë, nuk mbaron kjo më kaq. Kjo nuk mbaron më kaq. Ata kanë besimin, akiden, imanin, sa ma shumë sunit mytish, qash ma shumë dërejgje në xhenet fitosh. Sa ma shumë t'i bësh azab sunit e musliman, dërejgje amanat në xhenet për ta. Allah i na rujt. Allah i na pështoft gjithve dhe grupacioneve. Na jemi ummeti Muhammed, ahlus sunna vel jamaa. Ahlus sunna vel jamaa. Irtar Kur'anit, libri janë është Kurani, Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjemaat jemi këtë top unik, pa nda në grupacione, në tarikate, në francione, e kjo kështu e musulmua, jo me qetë në nëke, ja e ahlu sunnati wal jamaa, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. A lejohet me dal imam në familjen time të gjinia femnore për dhe sa shumica të nuk din të falen ashtu siç duhet. Po, pa tjetër, po. Mund është familjes time i bonë, mund lërka ka falen në stejë. Dhe sa dhe familja jote, gruja jote, ju del mundet një dal imam, aty në qereve që i kanë familje femne. Hoxhë nderuar, a bën të falim drekën pas sabahut, apo më sabah, në qoftë se jeni udhtim. Nëse jo, pse bën ta falim i kemi në drekës? Nuk falet, vetëm falet që shka falë pejgamberi. Nëse jo, pse bën i qinia në vakt drekës, se pejgamberi e ka falë. Qka se ka po pejgamberi, as nasën e bëjmë. Tu nuk e kapim me mo krahasim, masi po boj ka di qinia në vakt drekës, let boj edhe dreka në sabah. A bon drotë sabah dreke i qinia kësho mjacimi falë, kreta njacimi la? Jo. Qëtojnë namazet, sabah i falën vaktin e vetë, dreke i qeni i udhtari mundet mi bo bashkë në drek, ose bashkë në i qeni, gjema taktim dhe gjema të ekhir, ose aksham e jaci, gjema taktim, gjema të ekhir në fillim, në aksham ose në jaci, vetëm që shika bo bashkë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, na nuk, jo s'gudzojnë, pas bëhat kabul, se ti gudzojnë, që falën që tash drekën ti. Amo kabullet mes, s'bëhat kabul. Kemi shumë pyetje që ma të ndëruar, po duke ditë se njëtat pyetjen përse i dreka të herë nuk i lexojmë ato pyetje. Ndërsa kanë ardhur disa pyetje nga motrat, pyetja e parë, a bën të shkruaj me dorën e majt, duke ditë që kam lindur këtë veti dhe nuk mund ta heqë. Në shkruas prish punë me dorë smajt, veç me hangër me pizë me smajt. Edhe nëse je i majtis, duhet me ushtrua dorën e djathtë me hangër me pizë. Qire se edhe në shmajt s'kur që s'ka dojnë. A bën në xhami me shit dhe me ble? Në xhami s'bën as me shit, as me ble. Jashtë xhamis është qetër send. A bën me fol në tel, ose në internet, apo Facebook, për qëllim fejese? Për qëllim fejese. Po si t'janisish këto Facebook-e tash, hoxha s'ko bën një qatë tash, Facebook-e. Sot bën një qatë nesër që kolorizon.
Me qysha, me fol me burin, me fol me atë njerin? Më fjua më të. Më fjua janë. Fejesa nuk bëhat vetë. Aisha radiallahu anha ka thonë, nuk lejon femna me martu vetë vetin, nuk lejohet femna me martu vetë vetin, pa izën babës e të nanës, Allah i na rujt, ta shumë së në pëjmë shefi këta, vetëm me konë lavire. A unë shnoje? Si tonë si mos në të izbanë, që në pëjesim keqë. Pyetja e fundit, a do të përdojmë sende dhe kozmetike që përmbajnë alkohol? Ajo dihet që zbanë. Qka ka alkohol, do të më rujt. Sidomos në haje e në pije. Kam shku unë e një bajram, jem thonë, para do vjetë në Gjermanie, para disa vjetë, para luftës, kam qëllu me një qytet, dhe ka shkuar a i zoti shpijis, baba, po shkon baba me i blej atje në dyqan ato për bajram që kanë blej, unë kam qëllu një javë ditë në Ramazan atër, edhe për bajram më tha njëni, ki marrë të une, se dona shumë, ki marrë veç të unë isha vlaun atje, kisha pa i në ngarkoj shumë, në obligoj shkova, a i për bajram, ka qenë bajrami madhë, dhe më thënë bajrami Ramazanit, fitët bajramin, edhe ka shku gruja ka blej qokolada, e ne ka pru për bajram për qokolada të të. Zakon shumë, gëzdit, nësa përëndër. Ajo kër i ka blej si ka këqyrë, ka kladë të hiqë. Edhe kër i ka pru aty, mu na jemi konë rahatë, se i ka pru në familje muslimane, jemi na i pru, dhe nasi kena këqyrë, unë e i pari, se mu ma pru loqës i pari. Unë e qela dhe është i ka ngoj, ajo kërsiti ngoj klap edhe era alkoholik, edhe pëse se kam provu kur, atë erën janim në edimi, erën që përë ka, ajo ka pas alkohol ajo qokolada. Edhe kërsiti ngoj, mu shikoj në langë. Po jo njeva langë, se unë e përcolla. E qita prapë, kër e këshyra, ajo ka pas shkryj ka të rrumë. Prej Roma si shka. Prandaj, keni kujdes. Selam aleikum, hoqë ndërrua lejohet falin në pijama. Lejohet. Edhe pyetja fundit ndërrua gjelmat, që mos marrë kushun. Veç asë njësë në pyetje, hoqë afenia, kime një mu, dhe pun tas kime qua, kime shku, kërkut veç. Ato e bujnë veçën të tjerë, përte. Selam aleikum, a është haram, apo më ka për një mashkull i cili është i martun, me marrë tjetrën për qef, e me lëshu tjetrën. Ja, me marrë qetrën e me lëshua, qetrën jo, me marrë dyte. Ajo jo haram, Allah është dhe synet i forë të bile. A krete me vëllë qetë, ja? Allah ju një moftë të vëllë. Urda. Që si shkale? Tëtë personat që të bojnë shërë në lytë e ki gjenetën e granë. Si komentohet? Unë e kretë pyetjen se djeme ta më mirë se zhurë në në fillim, po hecë ma kënjë, ka zotit. Tëtë persona Se so marë, ka zotit, hajde më kënjë, tash jam i qelezët, shku folëm qelezët, i fol qelezët. Haptazit. Pardon. Po. Tamam, i muslimanë. Edhe me një platë tjetër, sa ma vetë unë, gjenetin të më thonë faktikisht garantu me ki, nëse e mytë të persona që bojnë shirë. Që që komentohet, për shumë, sa është e ka... Pyetja është nëse i mytë 8 qafira e kje gjenetin hapër. Kjo kështu s'komentohet, ndështë pak o mjegulluve. është përgjegja kësaj. Nëse bëhat lufta, a patëm në luftë. E në luftë, a i ka ardhë me të mytë. E ti nëse i mytë ishtë ta zenë vendin të në gjenem. Ty të siguron gjenetin.
si t'je musliman. A në pache, se feja jonë është fe e paches, në kon fe e gjabderdjes. Në pache, shka kam drejt unë si musliman të ti, ka qatë drejt edhe qafirit të ti, njësoj. Kush e myt një musliman, me qëllim, gjithmonë në gjehnem, ka thonë Kurani. Por man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha gjithmonë. Po qafirin me myt, që tash më që me myt një që s'ka është musliman si na, qëfar gjunahi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o man qatala dhimmiyan, ai që dhimmi që son në imanin tonë. Me myt ato pa faj, 40 vjetë sa është era e xhenetit larg, as erën s'kjam janë i xhenetit ai nësa. Na nuk jam të gjumë të shtyrë tokës në bëmë krime e gjabderdi. Kjo feja selametit, feja paqës, nuk ka të drejt as kujt, ndaj as kujt me që dorë, iq. E si të mos na e muslimanët, po dhe ndaj ati që nuk është musliman, feja jo nuk lejon. E kur bëhet lufta, luftat s'kiqën, atër luftë bënë në trimë po në vendi, e aty, edhe ne vdekë dhe si shërit. E nëse e qesi shti ato, edhe ajta ata të vetit të nërët një heroj. Edhe ajta të vetit të se ka shku shëhit të ata. Amo të na jo, të na shkën, ajta zënë vendin ty në gjehnem. Që kjo është të rritë.